Në Big Brother ka ditë kur ajri bëhet i trash, si kur muret afrohen dhe njerëzit harrojnë se po flasin para miliona syve. Ajo ditë nisi si gjithë të tjerat, me kafe të ftohtë dhe buzëqeshje të shtira, por përfundoi si një nga përplasjet më të rënda të sezonit. Labinoti po rrinte në obor me Tonin dhe Arbenin. Po bënin shaka të ashpra, nga ato që brenda shtëpisë duken normale, por jashtë do tingëllonin të rënda. Benita kaloi pranë tyre dhe dëgjoi emrin e saj në mes të bisedës. Lëre more, ajo kështu femër është, tha Labinoti me gjysmë zëri, por mjaftueshëm që të dëgjoj. Rritu puth kë i del përpara. Sot njërin, nesër tjetrin. Edhe Tonin e ka puth. Toni u shtang. Mos se fut emrin tim kot. Benita u kthye ngadalë me fytyrë të ngrirë. Çfarë the? Pyeti. Shkëndia. Labinoti nuk u tërhoq. Përkundrazi, e përsëriti me një buzëqeshje provokuese. Thash që je tip që ngatërohesh me këdo. S'po them gënjeshtër. Në atë moment shtëpia u mpiks. Banorët e tjerë ndjen se po hapej një humner. Benita ju afrua me hapa të vegjël. Mos guxo me fol për mua në atë mënyrë, tha me zë që i dridhej. Ti se di asgjë për mua. E dim të gjithë, ja ktheu ai. Kamerat flasin vetë. Fjalia që dogji gjithçka. Ajo nuk duroj më. Jetu më prek aty ku nuk duroj, bërtiti. Po ma shkel dinitetin si grua. Mira dhe Eliona u ngritën menjëherë për të futur mes tyre. Labinoti ngriti supet. Unë veç po them çfarë kam parë. Po ti kush je me më gjyku, ja ktheu Benita. Mor 40 dhe sa vjeç burr, merresh me moralin tim? Fjalët u kthyen në gur. Shtëpia ndahet në dy kampe. Disa banor u rreshtuan krah Benitës. Është turp me fol ashtu për një vajzë, tha Mira. Të tjerë mbronin Labinotin. Edhe ajo provokon, mos e bëni Angel, shtoi Arbeni. Por askush nuk e mohonte se kufiri ishte kaluar. Nuk ishte më loj, ishte sulm personal. Brenda Benitës. Askush nuk e shite çfarë po ndodhte brenda saj. Fjalët e Labinotit ja kujtuan vite para gjykimesh jashtë, histori që i kishte varrosur thellë. Në dhomën e gjumit u ul në krevat dhe filloi të qaj me dënes. Nuk jam ajo që thot ai, përsëriste. Po më zhvesh para krejt Kosovës. Suanita e përqafoi. Ti e di kush je. Mos ja jep fuqinë atij. Përballja e dytë. Por konflikti nuk u mbyll. Në darkë u përplasën sërish. Benita, ti po ushqen urrejtje ndaj meje. Labinoti, unë veç se du hipokrizin. Benita, hipokrizi është me e poshtruar një grua për jetën e saj. Ai heshti për një moment, por pastaj tha fjalin që e ndezi sërish zjarrin. Po s'do me t'u përmend emri, mos u sill ashtu. Ajo u ngrit në këmbë. Unë s'jam pronë e askujt. As e jotja, as e publikut. Ndërhyrja e Bigut. Zëri i produksionit ndërpreu gjithçka. Banor, kujdes gjuhën. Sulmet personale dhe ofendimet mbi baza morale nuk lejohen. I thirrën të dy në dhomën e rrëfimit. Rrëfimi i Benitës. Para kamerës, pa maska, ajo foli me zë të thyer. Unë mund të gaboj, mund të qesh, mund të puth kë dua. Por askush s'ka të. Përplasja që e ndali shtëpinë. Ishte pas dite e rënë, nga ato ditë kur nervat në shtëpinë e Big Brotherit duken sikur ecin mbi fije. Banorët kishin kaluar një javë të mbushur me debate, klipet e spektaklit i kishin ekspozuar të gjithë, dhe askush nuk po duronte më as shumën e lugës në filxhan. Benita po rrinte në kuzhinë me një filxhan kafeje që nuk po e pinte. Labinoti po fliste me disa banor të tjerë për një histori nga jashtë, një temë që produksioni e kishte shpallur të ndaluar. Ajo e dëgjoi fjalin e tij dhe i hipi gjaku në kokë. Mos i përmend ato gjëra këtu brenda, i tha me ton të prerë. Këto s'lejohen. Labinoti qeshi me përbuzje. Mos më bëj ti moral mua. Fjalët u përplasën në ajër si dy gur. Shkëndia e parë. Benita u afrua më pranë. Sytë i ishin mbushur me një lloj nervi që nuk ishte vetëm për rregullat e lojës, por për shumë ditë të grumbulluara. Ti gjithmonë flet çfarë s'duhet. Mendon se je i paprekshëm, tha ajo. Jam 42 vjeç, di çfarë flas, i u përgjigj ai me ton sfidues.
Ajo shpërtheu. Ke 42 vjet në byth dhe sillesh si fëmijë. Në kuzhinë ra heshtje. Disa banor u ngrin, të tjerë u përpoqën të qeshnin me siklet. Por askush nuk qeshi vërtet. Fjalët kishin kaluar kufirin. Labinoti u skuq. Mos ma përmend moshën as bythën, kujt po I flet ti, tha me zë të ngritur. Përplasja verbale. Debati u ndez si zjarr në bar të thatë. Benita, po të flas ty, se po shkel çdo rregull. Labinoti, ti je e para që provokon. Benita, provokim është me rreziku krejt shtëpinë për llafet e tua. Banorët filluan të ndërhyjnë. Mira e kapi Benitën nga krahu. Qetësohu, mos e ço deri aty. Arbeni I doli para Labinotit. Vëlla, mbylle me kaq. Por kur krenaria merr fjalën, arsyeja largohet. Momenti I gabuar. Labinoti bëri një hap drejt saj dhe tha: Ti s'më jep urdhra mua, kupton? Benita e humbi kontrollin. Dora I u ngrit vetvetiu dhe një grusht I nxituar I preku shpatullën. Nuk ishte goditje për të lënduar rënd, por mjaftoi për ta kë. Thyer situatën në alarm. Mos më prek, bërtiti ai. Në sekond produksioni ndërhyri nga altoparlanti. Banor, distancë menjëherë. Kaosi I shkurtër. Disa banor e tërhoqën Benitën prapa. Ajo po dridhej. Unë zdesha me e gjuajt, përsëriste. Po më çmendi me ato fjalë. Labinoti ecte rreth e rrotull me duar në kokë. Kjo është e papranueshme. Këtu zguxon me prek askënd. Atmosfera u bë e rëndë si plumë. Kamerat fokusonin fytyrat e zverdhura. Loja kishte kaluar në vijë të kuqe. Dhoma e rrëfimit. Produksioni I thirri të dy veç e veç. Benita u ul në koltuk dhe filloi të qaj. E di që gabova. U ndjeva e poshtëruar. Fjalët e tij më prekën në sedër dhe shpërtheva. Nuk jam njeri I dhunës. Zëri I Begjuti ishte I ftohtë. Çdo akt fizik është shkelje e rëndë. Kjo shtëpi zgjidh konfliktet me fjalë, jo me grushte. Edhe Labinoti u paralajmërua për gjuhën provokuese dhe përmendjen e temave të ndaluara. Reagimet e shtëpisë. Banorët u ndanë në mendime. Mira tha. Benita ga. Plani që u duk si lojë. Kur dera e madhe e shtëpisë u mbyll pas limit, askush nuk e dinte se sa gjëra ishin lëvizur në prapaskenë. Publiku pa vetëm një eliminim, një përqafim lamtumire dhe lotët e dolces. Por pas atyre pamjeve fshihej një histori tjetër, më e ndërlikuar. Produksioni ishte I kënaqur. Shikueshmëria kishte shpërthyer. Titujt e portaleve vlonin. Limi jashtë buzëqeshte me një qetësi të çuditshme. Ai e dinte se roli I tij nuk kishte mbaruar, përkundrazi, sapo kishte filluar faza e dytë e lojës. Gjithçka shkoi sipas planit, I tha menaxherit sapo doli nga studio. Historia duhet të vazhdoj pa mua brenda. Dolce pas derës së mbyllur. Brenda shtëpisë, Dolce u duk sikur u rrëzua për disa orë. U shtri në krevatin e tij bosh, preku jashtëkun dhe qau sa për sy të kamerave, por edhe pak për vete. Askush nuk e dinte sakt ku mbaronte aktrimi dhe ku fillonte ndjenja. Alba e vështronte nga larg. Mes tyre kishte pasur gjithmonë një tension të heshtur, xhelozi, kurreshtje, një lloj magneti që nuk e pranonin. Atë mbrëmje, kur dritat u zbehen, Alba I u afrua. Je mirë, e pyeti me zë të ulët. Dolce ngriti sytë e skuqur. Nuk e di as vetë. Aty nisi gjithçka. Aleanca e padukshme. Pas daljes së limit, dinamika e shtëpisë ndryshoi. Banorët prisnin që Dolce të shuaj, ndërsa Alba të merrte rolin e protagonistës së vetmuar. Por ndodhi e kundërta, ato dyja u afruan. Filloi me gjëra të vogla, një kafe e ndarë në mëngjes, një bisedë në obor, një mbështetje gjatë debateve. Kamera I ndiqte me etje. Çudi si na bashkoi ikja e tij, tha Dolce një ditë. Ndoshta duhet të ikte dikush që të shinim njëra tjetrën, I u përgjigj Alba. Puthja e parë pas tuhis. Ishte mbrëmje e qetë. Banorët po shinin film, dritat ishin fikur pothuajse plotësisht. Alba dhe Dolce rinin pranë njëra tjetrës në divan, me batanie mbi supe. Askush nuk e di kush u afrua e para. Ndoshta të dyja njëkohësisht.
Shkputhja ishte e butë, e ndrojtur, si pyetje pa fjalë. Pastaj një përqafim i gëjë. Atë duar që shtrëngoheshin, ballë që prekeshin. Mos mendo për kamerat, pëshpëriti Dolce. Nuk po mendoj për asgjë, tha Alba. Produksioni festonte në heshtje, historia kishte marrë kthesën e ardhë. Marrëveshja e heshtur. Jashtë, Limi e pas skenën me një buzëqeshje të matur. Ai e njihte planin, trekëndëshi emocional duhet të vazhdonte të jetonte edhe pa të. Lëri të rrjedhin gjërat, i kishte thënë produksioni. Publiku do dramë, por edhe ndjeshmëri. Dhe pikërisht këtë po jepnin Alba e Dolce, diçka mes ngushëllimit dhe zbulimit. Afërsia që rritej. Ditët në vijim ato u bën të pandashme. Flinin në të njëjtin krevat, ledhatoheshin si dy shoqe që kërkojnë streh, por edhe si dy gra që po testonin kufit e vetes. Ti më qetëson, i tha Alba një natë. Edhe ti mua. Këtu brenda çdo gjë të çmend, iu përgjigj Dolce. Publiku u nda në kampe, disa i quanin qift të guximshëm, disa lojë të kalkuluar. E vërteta rrinte diku në mes. Xhelozit e shtëpisë. Arbeni nuk e duroi gjë.